3-4 familje i kanë vra, i kanë ekzekutu, ata ishin ka djegun aty. Bile i kam edhe atë materialin komplet filmun edhe kemi mujt me informu deri dikun skeletin e trupit copa. Rasti parë në Ferizaj ka qenë në fshatin e vjetër që quishin në Ferizaj e kanë quajt deri vund Starasella. Në tëtë aty 3-4 familje i kanë vra, i kanë ekzekutu, edhe të mendu se i kanë marrë, e i kanë qunë stacione policore, në tëtë ata ishin ka djegun aty. Bile i kam edhe atë materialin komplet filmun edhe kejt e kam edhe skeletat i kam që i kemi nxjerrë me mjekët e tribunalit Hagës, nën gërmadha, nën aty mbeturinat e djegura, edhe kemi mujt me informu deri dikun skeletin e trupit copa. Kaçaniki ka pas edhe aty ka pas vrasje dhe njëherë zhdukje. Të një masanej i kanë qunë kotlin, i kanë ekzekutu, edhe i kanë hudhë me një pusa që na i qojmë rezervar tujit, që njerëz e kanë shfrytzuar për shtëpia dhe për pije, edhe pas gjithë asaj disa i kanë gjuhë dhe të gjallë atu, se kemë dëshmitar që i ka shpëtu gjallë, edhe pas asaj ne kanë hudhë dhe bomba mbi ta. Dhe kështu që aty kemi pas një problem bukur të madh, ai ekshumim aty u bonën me një general norvegjez, Josef Martisinin, aty që e ka vezhgu, që është befasue me ato, dhe shumë menzi kemi të bucu po të ati veni atu. Bile është edhe libra, që ne e kemi bërë dhe një libër me qatë generalin e cili ka punu shumë, edhe falenderej shumë, pusat e vdekjes, që i kemi quajtën pusat, ku kemi gjetë në për pusa. Është një numër bukur i madh.